ti thua më thonë mua që të që futi Navalny, që futi në burg Putinin, dhe vdiq kurse këtu i futi Rama në burg dhe... Ti dole reat, thot. Po jeme të theme dhe këte, se dole reat, se këtu njerëzit mendojnë që... Edhe vinje jo, thoshin më keqëre, dole i reguluar. Ta them, se sa shok të tu e thoshin, edhe mirë bëjnë të qojnë mesazh që ti përgjigje. Pa diskutim. Përgjigje se thoshin që dole si kur ke reguluar dhe flokët dhe gjera që... Jabra të përgjigjem, ja. Që pa diskutim që ignoranca nuk është argument. S'është argument, asnjëherë. Duhet të lexojnë, pak edhe ligjin se si del me leje kur je dënuar. Diti këtë apo? Mësoje. Nuk ka dyshim o vëlla kjo gjë. Po ka një problem. Tani këta që nuk të duan ty. Po këta që nuk janë goxha këta saljan. Këta duan që cili do që... Po të mirën duan këta. Jo, më këta duan të rënohet, më ore këta thonë si mbeti gjallë se vramë në këta. Pra jo që mandatin në këti, e penguam që të kandidojnë zgjedhje, e futëm në burg në muaj e gjysëm, hajde tani e bëjmë sigur ta relativizojmë këto e uton. Tani, që të them unë me këtë gjep? Nuk ka nëjë problem të mëse këtu, unë denoncoj dike që në burg, vllai i vetë që është tek ka marrë një komision tjetër sot, ka një 6 vite që kam denoncuar atë, diti që nuk e tonë kësë paku që thuti është i pavarur. Fatmir Gjafën me qenë sera fjalla, i kam quar kallëzim edhe ditën zyrtarisht nga grupi parlamentar, ditën që kam shkuar për në burg. E dini ju që nuk ka guxim të bëhet tim apo jo? Fatmir Gjafa... Shkak të ligjit antimafia, 6 vite duhet të në tim. E pra edhe nuk ka guxim ky spaku që thonë ju i pavarur, ti bëhet tim, bëj me gjasme. Dini ju që njëri tjetër i Gjafës... Po e pra se për këto vim diskutojme. Dini ju që njëri tjetër i Gjafës, një ish-ministër që u bë gjasme e tim pasuror, pse nuk flitet për atë se thot pasaj ylli që jo për nuk i kontrollon Rama. Keni dëgjuar më ju për një ish-ministër tjetër gjytur deri këtu në korrupsion më për t'i bërë tim apo jo? Se nisi me buj njerë, po ky. Hajde vim një ditë, të ti marrë me emra, unë edhe më thuaj pak ti, se si i ka apo nuk e ka Rama. Se më është diskutimi se fut ky pasi e vendose di Rama kush do ju në burg. Mos bëhemi me spaku se për mua nuk fitoni asgjë. Jo, unë merrem me çdo gjë që është e padrejtë. Ma thuaj pak, po jo kundrazi për mua. Ja ku e ke një problem. Një nga arsyet pse opozita është e pabesueshme se sulmon spaku. Ke një problem. Është vetëm institucioni që sulmon Rama. Po do them një gjë se nuk po sulmoj spakun, unë se mund të them unë ty për raste që kam pasur sukses. Kam një pyetje. Ka një ligj që quhet në gjuhën popullore ligji antimafia. Që heton familjarët e çdo personi të përfshirë në trafik droge. Ma thua do të pse spaku nuk ka guximin të toj Fatmir Gjafën këtu e 8 vite. Pse mendoj që s'ka guximin Robur? Sepse nuk ka guxim, ja po ta them. Kjo është Berishës valla, s'ka guxim. Po unë kam shkresa, do të jap shkresën, i çojmë spaku ka hetuar më lart se Gjafa. Po tjetër për guxime ka. Si që nga kjo, unë po i bi Ero Velia është më lartë se gjithë tama, çfarë thotë? Ero Velia është perandorim. Velia është burgos për Ramës. Tani do të bëj si për Ramës. Do të qëndrojmë një standard ka se si bëhet debati publik o zotri, ligji. A është ligji këtu i barabartë për gjithë apo jo? Jo, edhe nëse do ti, nuk është, sepse Erion Velia i në godet, këta nuk e godet. Qa do thot kjo? Ore, po s'mund të godasin... Unë po t'jap rast konkret. Ore, s'mund të godasin gjithë botën ata alla me radhë. Jo, ata janë për të zbatu ligjin, nuk janë për të bërë ata show që të vim në këtu e të themi që goditi këtë se është lartë. Ligje, po janë 20 prokuror që nuk mund të bëjnë hetim për gjithë botën. Nëse ka një gabim, edhe një të merë në... Nuk është argument kjo pse godet të s'godet të. Me qenë se këta... Po kur ta godasin të pasaj do thoni që pse s'godet të tjetër. Diskutimi në publik pa tjetër, sepse bëhet çdo gjë në raport me ligjin. A kanë respektu ligjin apo jo? A kanë bërë tim të drejtë apo jo? Këtu është diskutimi, nuk është diskutimi goditë të këta. Ne jemi në mbyllje, po zotë Dritan Shehu, sa po më dërgoj një material të votojmë. Parlamenti njerëzve të lirë në veprim thotë një lëvizje demokratike dhe mosdoshme në këtë terë të imponuar nga regjimi. Thotë Shehu për këtë që ndodhi sot. Ka nisë mesazh. Po, për balë tentativave për të shmontuar e heshtur edhe kuvendin e Shqipërisë, qarku Gjirokastës ishte sot aty në shesh. Ishte aty qarku Gjirokastës? Thotë zotë Zvitan, dhe ka vënde fotot këtu gjitha, por nuk kemi kohë se për nga kështë dërgonë për para, unë do të dërgojnë Arozhanit, a i do të transmeton të gjitha këto. Të pjesë, po, radhën tjetër, ne do të meremi se këtë punë kemi. Të punë e vështirë nga ka rënë përsi për të nëruar të shikusë, punë shumë vështirë, cilën edhe përballojmë, edhe se përballojmë do të Zoti Saliani, faleminderit shumë, kënaqësi që ishim bashkë. Besoj do jemi edhe herë të tjera.
Njëri normal që flet. Patjetër. Ndonjëherë bën sikur ngatron, po je okej. Bën sikur ngatron, bën sikur të duhet dhe për detyrën që ke se ikën ose ikën për lesh ku ku jetojmë. E mira është që kur unë ngatrohem ti nuk më le të gaboj. Unë prap ndroj. Nuk më le të edhe të pa. Si ju duket protesta e sotme? Pjesëmarrja dhe organizimi. Ku ndryshon ajo me protestat e tjera? Se mua personalisht, për shumë, më duk mjaft e vjetër në koncept dhe në gjuhë. Do shta gabohem, ha? Dhe mbi të gjitha ajo angjan kjo mënyrë organizimi me çadrën e Bashës, këtë herë kishte edhe një si foltore aty, ishte ngritur një në vend të çadrës. Ishte foltoria në vend të çadrës. Ky ndryshim. Ç'mendoni tani ju? Kush e nisi pari nga ju? Tani, nëse neve me protest, është mënyrë komunikimi, ajtë ta quajmë protest. Po, për mua nuk ishte protest. Edhe ditën që u shpall të mërkurën, mos gaboj, nga kryetari PD-s, nuk u artikulua si protest. Ishte një mënyrë që opozita të dëgjoj përpara kryeministrisë, meqense në parlament, që nga nisja e parlamentit shtator, e deri më sot, opozitës i pengohen detyrat e saj me kushtetut për ngritjen e komisioneve hetimore, për kryrjen e interpelancave, për mocionet me debat, i refuzohen të gjitha, atëherë u gjet një mënyrë për të dalë përpara kryeministrisë dhe për të artikuluar të gjitha ato çfarë PD-ja do që të thotë në parlament dhe s'mundet ta thotë. Protesta ka formë tjetër pastaj. Dhe janë parë disa lloje protestash nga PD-ja. Nëse do ta quajmë protest, nuk është protest. Është një foltore. Kanë mbledhur disa njerëz, folën nga kryetari i PD-s, te deputetët, te qytetarët të thjeshtë. Pikpyetja është se si do vijoj. Pra do vijoj çdo të hënë në këtë model dhe do të shohet pastaj do të shtohen njerëzit apo do paksohen njerëzit, apo po kopjohet pak a shumë për të dalë PD-ja nga një qertull, po kopjohet pak a shumë ajo që ndodhi me kryetarin e bashkisë. Pra protestat përpara bashkisë, kur dije që ndaj tij kishte një çështje penale, derisa erdhi momenti i arrestimit nga SPAK-u dhe opozita kërkoi dhe mori një pjesë të suksesit. Duke qenë se për momentin zëvendës kryeministri është marrë e pandehur, duket që qëllimi i PD-s me këto protesta është trim atje derisa SPAK-u të kryejë një veprim që mund të gëzojë atë çfarë kërkon PD-ja. Për mua, kjo lloj proteste ishte që në vend vësh vetulla nxjerr syt, domethënë. Se Saliani unë jam dakord me atë që thotë ai që ka 1000 arsye sot për protestuar, jo për të protestuar, por për ta qelluar me gur kryeministrin, për të revoltuar ka sot arsye. Problemi është që ka po ashtu 1000 arsye për të refuzuar këtë lloj mënyre se si po bëhet opozitë këtu dhe për të rreshtuar në këtë lloj dështimi të bërit opozitë. Protesta për mua ka shumë probleme, një prej cilave ishte edhe që shkon deri në komplet huti totale. Për shembull, unë pash sot njerëz që thoshte nuk ka rëndësi numri i pjesëmarrëve në protestë.